Se ato që thete, historia e vërtet është një. S'ka nevojë mashtru. Mirë po me përgatit që ku të shkojnë para prokurorisë, para kamerave, para institucioneve, në vend huj, nga kjo periudhë, me të vërtet me qenë ato që thete, edhe përgatitur, edhe mentalisht, edhe psikologjikisht. Do me thonë shumë e vërtet pajtona. A mundët më shbo gjykata speciale? Jo, nuk ka gjasa më shbo, se e ka votu kuvendi Kosovës. A mundët me shbo kuvendi Kosovës? Qërë ka fillu proces, kjo e veç proces në barim. Mundet më shbo, edhe mua në lu, dhe më thënë edhe vendimet që si shpall, me dalë pa vlesh me edhe gjykatës. Mu më mërmendja, vendimi më e mirë, se tha apritet. Mu më mërmendja edhe një dhenje e një argumenti shumë të fort, edhe ndaj atyne që kanë votu, edhe ndaj institucionet ndërkombëtare që Kosovën e kanë dënu. Kosova që ka bu një padrejt e madhe, ose qëre sa drejt edhe ndërruar. Unë muna me shkru libra, mundet me shkru kë. E drejta është anën e Kosovës. E drejta është anën e ushtrisë gjimtarë të Kosovës. E drejta si do të përfundoj procesi? Mund me shkru histori, mund me fol sa të dojmë. Si mas juve, Bacana, si do të përfundoj? Mirë, po këj proces do të kryet. E mira, triumfi ma i madhësht. Edhe pse njerëz jenë dënu një farfakti se po qëndrojnë borg, me vitet të tëra. Mendimi im është që këtë do të përfundoj shpejti, edhe do të dalin njerëz. Brenda këtij viti? Unë, me thonë drejtën, kom thonë pak ma herë në interviste ju, kom menduar, mirë po disa procese që kanë ndodhën, e kanë nga dalcu procese. Qka ashtu? Unë një prej tyre, thëmë, dhe të ma thot inderuari me shumë respekt që nëse kom gabim, jem gjendje mi pranu, jem njës gabojmë, vetë fjala e iniciativa të fundi që ke, Tranda Filova që ke këtu, protestat, e në atë formë, e kanë pengue, e vështërsojnë e nga dalsojnë procesin. Po financimin e ka nalë SBA-ja? Jo, nuk e ka nalë se nëse di une pjesën dërmuse, dhe me thonë pjesën matë madhe të financave financohet nga Parlamenti Evropian, nga Shtetet e Unionit Evropian, shumicë. Mirë po... E qka nëse ja nalë financimin, a ndërbyllët? Byllët shpet e ap aktin e fundit. E kanë po, nuk... Ka proces që... Procesin ndërprejet vetëm nëse pala ndrën jetë apo këptër. A ka mundësi me ndodhë kjo? Me përfundu mu ma mërmenje sa ma shpejt që me dalë pa faj shumë njerës dhe më këthy shpejt, mi këthy Kosovës, mi këthy familjes. Me që për shumë i se dhe jenë reduktu dhe shumë dëshmitara, a dhe me thonë kjo që... Po, ka dhe me thonë që diçka ka liviz, se ka disa dëshmitarë që kanë qenë listë, që akum dëgjuo, pe njerëzve vetë okular, dëshmitarë që kanë pas, thirë jo që i disha, unë me emra, me bjemra, se nuk po në institucion, mirë po vetë fjala që e kanë stopue, e kanë dalue, marrin pyetje të gjithë dëshmitarëve, do të thotë që do ta guti procesin. Dëshmitar thash mbrojtës se ke fjalën apo dëshmitar kundër? Jo, mbrojtje se kam fjalën. Po dëshmitar mbrojtës ata kanë kërku vetë mbrojtje ka kërku. Në qoftë se kërkon mbrojtje, në qoftë se i ndalon prokuroria. Janë dëmta... Pa shkoj me kam edhe një pyetje shumë interesante për to. Nëse prokuroria i ka ndalu, janë dëmta mbrojtjeve, në dëmta prerë. Në qoftë se i kanë eliminu mbrojtja, atëre shetë të arsyme që mu kri procesi ma shumë, ma shpet mu kri, edhe do të vjen, ka mendim pozitiv që kanë mullshu, është diçka tjetër. Asaj përket Tranda Filovës që ka qenë. Këto proteste që mi bëjnë shtu janë hajgare, po kuptar. Unë ta tregova që në kohën time kemë bo protest kundër rusëve. O, a din që më kanë thënë, edhe Zaweri, edhe ata generalja, po thët, ju keni pas për krajën e krejt populatës. 60.000 populat e Raovecit, 20.000 kanë qenë ditë e natë, 4 muaj te sa ka fillu bora në prezent. Se ti shikon veç ju që këja, si lepoj me helikoptere, ka një. Normal që ka kontekst. Tash, une për të regoj, basia ndërkombëtare nuk vepron kundër populatës civile kër i kërkon të drejtët e vete. Se për ndryshe daj ushtarat, NATO, valaj, të banë shtrin lef, mi ka shtri ushtarat, që më konë pijafte, kanë kërsit, sa kim pas armë, i ka shtri për toke, edhe më kanë thirë, hajde meri. Po, a do një të një pyjtë Unë besoj shumë. Po flitet që, dhe më thonë një biznismen i njuër, Halit Saite, që ka punu dhe ka vepru edhe në Rusi edhe në Spanjë, ka pas dalë një ku një rast, ka pas dalë e ka një video publike që ka dalë si dëshmitar kundra ish krerëve të ushtrisë qërimtarët të Kosovës, konkretisht kundra ish presidenta Hashim Thaçi,
Për tash së fundmi, po fliten që do dalin disa ingjizime dhe përgjime të reja, ku ai përballë avokatit të Hashim Thaçit, Allan Tigerit, e shpjegon edhe faktin se si Jack Smithi, domethënë, gjykatësi Jack Smith apo prokurori Jack